Ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë, Fatmir Besimi, ndodhet këtë ditë këtu në Shtetet e Bashkuara për takime dypalqe me zyrtarët amerikanë. Sot zoti Besimi u takua me sekretarin amerikan të Mbrojtjes, Leon Panetta. Zotin Besimi, kemi nderin ta kemi të ftuar sot në studio për një intervistë. Zoti Besimi, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Zoti Besimi, fillimisht ndalemi tek vizitat tuaja në Shtetet e Bashkuara. Cili ka qenë thelbi i takimeve tuaja me zyrtarët amerikanë? Kryesisht tema ishte takimet dypalëshe nga parteniteti strategjik Maqedoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe integrimet euroatlantike, gjithsesi integrimi i Maqedonisë në NATO, dhe kjo vin para summitit NATO-s në Chicago. Kjo ishte tema kryesore që ne të tregojmë edhe njerë për kushtimin e Maqedonisë për antarësim në NATO dhe konstruktivitetin ton që në një dialog dhe një qasje të përbashkët me Republikën e Greqisë të gjejmë një zgjedhje të përbashkët lidhur me emrin dhe të mund të jemi sa më shpejt antarë e NATO-s. Zoti Besimi, gjatë ditëve që ju keni qenë këtu, që keni zhvilluar këto takime në Shtetet e Bashkuara, në Maqedoni duket se situata është acaruar përsëri pas vrasjes së 5 personave në afërsi të Shkupit javën e kaluar. A ka rrezik që situata në vendin tuaj të destabilizohet? Mund të them që është shqetësuese ajo që ndodhi të premten në Maqedoni, në Shkup, dhe duhet të them që rastet e këtij rastësi nuk duhet të lidhen me ndonjë prapavi apo skenar ndëretnik, për shkak se dim që Maqedonia është një shtet multietnik, dim që rajoni ka të frestat të gjitha plagët e dekadave që shkuan lidhur me konfliktet dhe luftrat e Ballkanit, dhe ajo që është perspektiva e Maqedonisë dhe rajonit është Maqedonia në NATO dhe në BE dhe rajoni në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe këtu kërkohet një maturi dhe një pjekuri, si dhe një leadership i politikës gjithësisht udhëheqësve politik të Maqedonisë, pavarësisht se ato janë në qeveri apo në opozit, që të mund që situatat e këtilla, aktet e këtilla të marrin dënimin e dur, vendin e vet, ndërsa shoqëria të kultivojë një bashkëpunim dhe një respekt të ndërsjellët, pasi që ajo është rruga e vetme drejt suksesit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Një pjesë e vëzhguesve e kritikojnë qeverinë e tanishme të Maqedonisë, thonë se ka bërë pak për përmirësimin e marrëdhënieve etnike. Ju jeni pjesë e kësaj qeverie. Si përgjigjeni ju këtyre kritikave? Po, me fakte. Ne mund të them që tani kemi avancuar përdorimin e flamurit dhe gjuhës shqipe në kuadër të frymës së marrëveshjes së Ohrit, dhe parimi apo koncepti kiç i qeverisjes tonë, do të thënë ne konsiderojmë shqiptarët si bashkëqeverisës, pjesë e qeverisjes e këtij shteti dhe me kapacitet të plot të bashkëudhëhequr me këtë shtet, dhe marrëveshja e Ohrit kuptohet si një frym apo koncept i kultivimit të respektit të ndërsjellët dhe marrëdhënieve të mira ndëretnike me qëllim që të mund të krijojmë një perspektivë më të mirë të vendit. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kemi arritur të bashkëqeverisjes, kemi miratuar një rezultat për pavarësinë e Kosovës, njohëm pavarësinë e Kosovës, kemi bërë liberalizimin e vizave të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, dhe kemi hek përdorimin e pasaportave ndërmjet Maqedonisë, Shqipërisë, dhe një hap i tillë do të jetë edhe me Kosovën, dhe ky bashkëpunim rajonal, integrim rajonal duhet të jep frite edhe në integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe integrimi i vendit për të cilën ne punojmë dhe për të cilën edhe unë këtë ditë jam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kolegë tjerë të cilët punojnë në Bruksel dhe në vende tjera, në qendrat e vendosjes ndërkombëtare, punojmë në drejtim të integrimit të vendit në këto institucione, dhe mendojmë që kjo duhet të jap një kontribut në krijimin një perspektive më të mirë për vendin dhe në një optimizëm edhe për qytetarët e vet. 11 vjet pas marrëveshjeve të Ohrit, sipas mendimit tuaj, është sot Maqedonia një shtet më i integruar, apo pakecat apo këto dy kombësitë etnike jetojnë më të ndara me njëra tjetrën? Nëse krahasojmë me periudhën para vitit 2001 dhe vitin 2001, gjithsesi që po ka progres. Nëse krahasojmë me cilat janë objektivat tona, mund të them që ne akoma kemi për të bërë punë,
akoma duhet të kultivojmë integrimet, akoma duhet të avancojmë statusin e shqiptarëve në Maqedoni dhe të japim mundësi edhe për etnitetet tjera në Maqedoni që të ndihen të barabartë, dhe mendoj që kahja është në drejtim të këtij procesi, integrimet do të ndihmojnë këtij procesi dhe ne duhet vazhdojmë pasi që objektivet dhe qëllimet tona akoma kërkojnë punë për të realizuar në kuptim të mirëfillt që shqiptarët të gëzojnë gjitha të drejtat dhe etnitetet tjera dhe maqedonasit dhe tjera të kemi një shtet me mundësi të barabarta. Shumë vëzhgues kryesisht shqiptar në Maqedoni fajsojnë qeverinë e kryeministit Gruevski për problemet etnike ose për mos integrimin sa duhet të vendi, dhe madje kanë ata që thonë që edhe qëllimisht mund të jenë penguar disa procese integruese. Por pyetja ime për ju është ndryshe, përse takon në komunitetit shqiptar vet? Apo bën sa duhet shqiptarët për të integruar? Të bëjmë një dallim esencial. Më thënë, ne flasim për një qeveri të koalicionit. Më thënë, ne jemi subjekt politik shqiptar në qeverinë e Maqedonisë. Kemi programin tonë dhe programi i Bashkimit Demokratik për Integrim është të bëjë pjesë përbërëse e programit zyrtar të qeverisë, që është hera e parë që ndodh në historinë e Maqedonisë së pavarur. Gjithashtu kemi në pjesë të programit kemi prioritetet të cilët kemi parapar për relacionet ndërretnike, një nga 5 prioritetet është marrëveshja e Ohrit dhe frima pozitive relacionet ndërretnike. Mirëpo objektivisht thënë kemi, domethënë, akoma në Maqedoni, jo vetëm ndërmjet partnerëve politik, po akoma në Maqedoni ka një dallim në kuptimin e perceptimit të çka ishte marrëveshja e Ohrit dhe cilat janë objektiva dhe çka duhet të arrihet. Mirëpo kjo është një proces i vazhdueshëm dhe ne vazhdojmë në këtë drejtim të punojmë me qëllim që të avancojmë gjendjen dhe pozicionin jo vetëm të shqiptarëve në Maqedoni dhe etniteteve tjera dhe më shumë se ajo. Të tregojmë që ne si shqiptar kemi kapacitetet të udhëheqim me këtë shtet, pasi që ne nuk do të ishte për ne e papranueshme që të konsiderohen partitë politike shqiptare apo shqiptarë që merren vetëm me çështjen apo statusin e shqiptarëve në Maqedoni. Ne kemi mundësi, kemi kapacitetet që të bëjmë më shumë për këtë shtet edhe për etnitetet tjera, që do të thotë që ne jemi partner të barabartë në këtë shtet. Zoti Besimi, ju falenderit. Falenderit dhe ju.